Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se rikëthyet në Vibe. Sot kam kënaqësinë të mirëpresë në studio një nga aktoret më të spikatura dhe më të dashurat të skenës shqiptare. Prej vitit 2009, ajo është nga figurat e rëndësishme të trupës së teatrit kombëtar, fituese e çmimit kult si aktoria më e mirë dhe një emër që ka shkëlqyer në dramë, komedi dhe kinematografi. Ajo është Eriona Kakeli. Eriona, mirë se erdha. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë unë dua ta nis, cila ka qenë sakrifica më e madhe gjatë karrierës tënde ose në hapat e parë të karrierës? Sakrifica më e madhe, sa qef kur si di pyetjet përpara, të gjen kështu pa përgatit. Sakrifica më e madhe gjatë karrierës, që nuk kam ndërprer shfaqjen kur kam qenë me hemoragji. Si nuk e ndërpreve? Nuk ndërpritet. Ishim me festival, kështu që ishte pamundur ta ndërprisja. Po në fillimet e tua të karrierës? Në fillimet e mia të karrierës, sakrifica po thua? Po. Po, ato janë që kam duruar më shumë dhunë se sa më lejonte karakteri. Kur thua dhunë, për çfarë dhunë? Profesionale, jo dhunë kështu fizike, jo. Dhunë profesionale, presion. Për shembull, profesional e kam duruar për hir të idealit, pasionit, të asaj gjëje që mund ta humbisja po të reagoja. Në fakt pas 22 vitesh 3 sa i bie, mendoj që ka qenë jo zgjedhje e dur. Pse? Po se në fund ti do shpërthesh dhe do jesh po ai njeriu që ke duruar dhe ai tjetër është mësuar që ti durosh dhe vjen një moment që ti s'duron dot më, se do dalesh prapë te vetja, kështu që s'ja ka vlet fare ajo gjë. Sepse është pala tjetër që nuk e kupton që ti e bën për artin këtë gjën, e mendon se e shijon këtë mënyrë të udhëzuari ose drejtuari artistikisht. Si ka ndryshuar perceptimi juaj për aktrimin nga roli i parë deri më sot? Ka ndryshuar, le të themi, si bie, si është ajo, 180 gradë, sepse është totalisht kur e nis je ende nuk e njeh veten. Edhe gjithë jetën ti nuk ke për ta njohur dot veten, se veten e njeh në rrethana të ndryshme, thua unë isha kjo që reagova ose unë isha kjo që bëra këtë, në varësi të jetës, po për mua është gjithmonë në rritje dhe ka surpriza aktrimi, ka të panjohura, është si një pus që gjithmonë ka ujë, edhe ti duhet vetëm të gërmosh edhe ta nxjerrësh. Cili vlerësim apo kritik të ka shërbyer si kthesa më e madhe profesionale për ju? Vlerësim ose kritik? Okej, është do përmend Kunjakin, regjizorin i cili më kritikoi shumë rënd, me thënë drejtën, por ndërkohë nga ana tjetër ishte vlerësim që nuk besoja as pak te vetja ime. Në fillimet e tua? Kjo ishte mund mes. Gati drejt fundit. Para 3 vitesh ishte kjo bisedë me të. Nuk besoje për atë që çfarë? Për atë që mund të jepja, për atë që isha. Domethënë gjithmonë e nis nga zero një proces, sidomos kur janë regjizor me emër profesionist edhe që nuk më njohin fare. Pra nuk e kam atë e kam komplet në të kundër, se ka dhe disa që e kanë vetë vlerësimin të tepruar, ka ca që e kanë të tyren dhe kanë tite normal, ka ca si puna ime që e kanë nën vlerësuar veten, pra nuk e bëj dot unë këtë, nuk jam unë për këtë gjë, nuk e di, ashtu ndodhi një proces, kështu që ky mendoj që ka qenë kritika dhe vlerësimi që më ka shërbyer pra për një rikthim të Erionës që tani je me vetbesim të lartë, besoj. Është luftë shumë e madhe psikologjike, historia e vetë vlerësimit edhe besimit e vetja, por një proces
të mirë, pra Bëhet jam në fjalë rrugë profesional, për vetbesimin profesional. Jo, kështu në jetën e përditshme mos më dil përpara. Është vetbesim ka. Po, pse jo? Cila është gjëja që të motivon më shumë? Më shumë për çfarë? Për që jam kjo që jam? Kjo që je. Është jeta, është ky filmi, nuk është fjalia ime, është e time motre, është ky filmi që jetës tonë që duhet ta shohim të gjithë dhe ta jetojmë, kështu që ta jetosh sa më bukur dhe sa më me të qeshura, hallet nuk t'i zgjidh dot askush. Ato do kalojnë, të kanë procesin e tyre si çdo gjë. Merr sa më lehta marrësh, aq më mirë je dhe aq më mundesh të motivosh veten për të ecur përpara. A ke menduar ndonjëherë të heqësh dorë nga aktrimi? Kur? Sidomos nga aktrimi teatr. Jo. Kam bërë shumë sakrifica. Nuk e di a do ta bënte dot dikush tjetër, po besoj që kush e do nuk quhet profesion më, quhet adhurim, nuk ka lidhje me, nuk është të luajturit një rol, apo nuk është të qenit aktore, pra nuk ka lidhje as fama. Është gjithë procesi i rrugës tjetërsimit, procesi që ti bën brenda vetes është si një terapi psikologjike, puna me një rol që s'ka lidhje me karakterin dhe personin tënd që Në fakt unë jam shumë kurioze të di se sa e vështirë është për një aktore në Shqipëri të paguhet dhe të vlerësohet në mënyrë dinjitoze. Dinjitoze. Tani, me thënë të drejtën, rrogat e aktorëve të teatrit kombëtar, duhet thënë, janë rritur, nuk janë më rrogat që kanë qenë. Pra ka një dyfishim page, kështu që ta lehtëson pak atë që kur punon lodhjen. Ndjehet dukshëm kur del në mëngjes dhe sidomos në periudhën që ke prova nga 12 orë ose ke një 2 orë pushim nëse të del koha të fare të shkosh në shtëpi po do hash drekën jashtë apo do marrësh pra do llogarit edhe një shpenzim ekstra të një fruti apo të një vitamine që do ta marrësh që është ekstra, apo pastaj fillojnë dhe intervistat mbas të punës që ti ke, po të një këmishe që do blesh. Ka kosto. Pra, çdo gjë ka kosto, të një toni, të një make-upi, të një se do të kesh në shtëpi edhe ato që duhet përgatitesh. Nuk është mendoj që është profesioni më i varfër për momentin. Për atë proces që ka mendor dhe mesazh që jep në publik, se ka profesione tjera që me gjithë respektin, do thonë ata që ne jemi 8-4 në punë, po nuk është kjo. Nuk është kjo lodhje, nuk është ky proces mendor. Është shumë profesion i vështirë. Edhe i pavlerësuar është sa duhet, le të themi? Pavlerësuar. Po, i pavlerësuar është se për sa kohë ne jemi ende me s'kemi status artisti, kështu që nuk ka vlerësim. Teatri kombëtar është shtëpia juaj e dytë prej në vitin 2009. Po. Çfarë ndjesie ju jep ngjitja në atë skenë? Ngjitja në atë skenë është porta e artë e çdo studenti edhe aktori edhe çdo kush që ndërron të jetë aktor me profesion. S'ka ndjesi, është magji, është tempull, është vend i shenjtë. Është si të shkosh në një vend të shenjtë, kjo është ndjesia nëse ta përshkruaj, ka tjetër dimension, ka tjetër fuqi, ka Unë jam kurioze në fakt të di për çdo shfaqje, janë emocionet si ditën e parë kur je ngjitur për herë të parë në atë skenë? Absolutisht, ka tharje goje, ka raje zemre, ka marrje fryme, madje me kolegët e themi gjithmonë, po si nuk u zbut një herë, si nuk është përgjithësia që do jesh, gjithmonë është një sy që
do jetë kritik, është gjithmonë një shfaqjet këtë ka të bukur teatri që nga si dje sot nuk janë të njëjta sepse ti nuk je i njëjtë. Edhe është gjithmonë një tension, e ka pasur një studiues anglez që aktori, sipas studimit që ka bërë ai diku te 10 vjet më duket, aktori gjatë një shfaqje humb 10 vjet jetë. Adrenalina që shkakton emocioni, sigurisht edhe energjia për të bërë punën. Të cilën këtë 10 vjeçar e merr me njëherë në momentin që fillojnë duart trokitit. Pra, kjo është loja, nerva, zemër, gjak, presion. Monodrama Burka e Medeas ka pasur një ngarkesë të jashtëzakonshme. Si arrini të shkëputeni emocionalisht nga një rol i tillë pasi fikën dritat e skenës? Burka e Medeas është një ndër shfaqjet që unë do ta kem xhan gjithë jetën. Për mënyrën se si u dashurova me të nga një projekt i Jem Andreas, lexim të veprave të përkthyera të Ballkanit dhe bëri vëllimin e parë dhe e bëri në formë prezantimi me aktor duke bërë lexime live. Dhe mua më ra për të lexuar Burkën dhe ndërkohë i thash që unë dua ta bëj këtë patjetër. Dhe sigurisht e bëm me emën. Dhe ajo është një vepër që e kam rikthyer 3 herë, përveç leximit që e kam bërë te pishina e teatrit kombëtar të vjetër, le ta themi, se po pretendojmë të bëhet i riu sa më shpejt, por si lokacion, teatrit kombëtar të vërtet. Dhe pastaj e kam rikthyer me Ema Andrean regji dhe prapë me Ema Andrean në një më të shkurtuar në një Femfest, në një prezantim të ditëve të gruas, 7-8 marsi. Si është e jetosh? Ajo është një vepër që është universale. Vetë autori grek e ka marrë nga Medea e antikitetit. Kështu që është e njëjta historia e një gruaje e cila sakrifikon edhe fëmijët e vet për çështje ideale. Pastaj është ideal fetar, është ideal kombëtar, është ideal dinjitet mbijetese. Pa hajde ta marrim, por është një gjë që nuk ikën asnjëherë. Pra, çdo grua në botë për mua është një Medea. A përfshiheni emocionalisht ju kur jeni në aktrim ose kur keni një rol të caktuar? Po su përfshive. Nuk reagon ti që më sheh mua, se ndryshe po su përfshiva. Sa i përjeton rolet? Po procesi se ka një të mirë që të lejon disa ditë që ti ta marrësh veten dhe ta si më thën ta bësh në një formë dhe varet nga roli. Nëse është një rol me ngarkesë emocionale shumë të fortë, kërkon edhe përqendrimin më të fortë. I përjeton aty, pra është një metodikë e cila është zgjat 30 ditë në varësi të punës, 40 ditë, është një rrugë që të mëson se si ti ta prezantosh këtë personazhin ditët që është shfaqja. Dhe përfshirja emocionalisht është gjithmonë përpiqem të bëj më të mirën, po nuk jam unë ajo që them jam full shumë mirë. Është publiku që mund thotë ose regjizori që thotë për shembull sot ishe shumë mirë. Dje ose sot ishe pak më çfarë ndodhi se ka të papritura. Ndodh pengohesh te një gozhë, të griset një rrob, të bie është një zhurmë, kollitet një spektator, qan një fëmijë në skenë, do të thënë ka shumë papritura të cilat lëviz dinamika. Për shfaqjen ëndra e një natë vere morët çmimin aktoria më e mirë. Pa. Edhe mbeti aty. Aty u ndalën çmimet. S'kam. Çfarë pati magjike ai proces pune? Po pati magjike. Në fakt është një rol që unë kam
bërë edhe në diplom në 2001 dhe pastaj rikthyer në 2012-13. Magjike. Është puna me regjisorin, është regjisori që u rikthye në skenë teatr kombëtar edhe pak shtatorin e 2025-s që vuri si ta doni veprën e Shakespeare-it, është i njëjti, ishte një audicion dhe ka qenë jo audicion i lehtë, ka qenë goxha intensiv dhe pra kam kaluar diskute 4 faza të audicionit me monologun në forma të ndryshme ose kërkesa që kishte ai. Dhe pastaj procesi i punës. Kjo është juria që pse vendosi juria të më jepte atë çmim mua. E ke pas merituar përderisa ka vendosur juria. Po tani mendoj. Unë jam shumë kurioze të di si është të punosh me regjisor me stile kaq të ndryshme. Si je me Andrea Ilir Bokshi, po. Apo Gzim Kame? Po kanë totalisht, domethënë janë 3 emrat që janë botë të ndryshme, edukime të ndryshme, talente të ndryshme. Po e nis nga më i madhi në mosh, Gzim Kame, të cilin e kam njohur duke zëvendësuar Raimonda Bulkun të gjithë me huqe. Aty kam pas fatin të luaj në skenë dhe me Roland Trebickën e ndjerë. Kanë qenë 2 javë intensive. Dhe me Bokshin është proces, pra me Gzimin e ishte pothuajse gati roli dhe procesit të tjerë të kishin gati dhe ishin të gjithë përfshirë që unë të arrija 40 ditëshin në 2 javë, pra 40 ditëshin procesin e punës që kanë bërë gjithë, kanë njohur tekstin edhe më ndihmonin shumë. Ndërsa me Bokshin e njoh edhe shumë personalisht, pra mund ta quaj një ndër, unë e thras bab, edhe kam babën jo biologjik, po babën tjetër të jetës time, është të punosh me një njeri që të di dhe të beson dhe të njeh disa skuta të tuat ku një regjisor i cili është pak më i distancuar me mua dhe nuk arrin të më njohë atë që mund të arrij unë kur jam në gjendjen time më të qetë. Sepse unë jam pak shumë e keqe me veten, pra kur jam në gjendje kur më kontrollon, unë nuk prodhoj. Pra jam bëj blok edhe Domethënë të jesh e lirë. Dhe këtë çlirim ma ka krijuar vërtet Bokshi. Domethënë pas ke pas marrëdhënie, domethënë me Bokshin. Më mirë. Me Bokshin, po, me Bokshin shumë më mirë, po sigurisht dhe me Emën, e cila është mike e imja, kështu që është proces, pasaj me Emën është proces tjetër, ishim ne të dyja e bëm këtë shfaqje. Se s'kishim aktor të tjerë, kështu që nuk mund ta krahasoj dot për shembull me Bokshin për shkak të procesit, se me Bokshin ishte një ansambël, një trup, kemi bërë 2 shfaqje bashk të ndryshme, Edipin Mbret dhe Frankensteinin, kështu që nuk ka krahasim, jo. Por janë regjisor të cilët më kanë nxjerrë në pa atë që unë kam lënë në hije. Ju kemi parë në projekte si Filmat Femrat dhe Ndërkombëtarët. Si ndryshon tematika e aktrimit para kamerës krahasuar me skenën e teatrit? Ndryshon siç na tha ky regjisori këtu që mos e kemi bërë mos dëgjojmë shumë. Njëta gjë është. Sa mi stresësh jam. Ndryshon shumë se teatri ka një që duhet ta dëgjoj edhe ai tek arritja fundit, ndërsa filmi ka një proces që nuk është nga fillimi deri në fund, xhirohet skena e fundit, se varet kur i kanë ndarë ato mbas buxhetit, ditët e xhirimit dhe vendet e xhirimit. Ti xhiron finalen sot
që jemi sa është data sot dhe e mbaron, e xhiron fillimin mbas 25 ditësh. Kështu që ka një proces shumë interesant që duhet mbash mend vijën logjike pavarësisht se ta kujtojnë, por emocionalisht duhet mbash mend vijën tënde logjike të procesit tënd që nëse do ta quaja kjo është vështirësia që ka filmi, si më thënë kontinuiteti i personazhit edhe i situatave, por nga ana tjetër ka dhe ato që ti do e ripërsërisësh, asnjëherë nuk je njësoj, po është partneri që bën një lapsus ose një defekt dhe pastaj ti kthehesh, për ty mund të ketë qenë skena më e mirë, po ndërkohë ta ka prish partneri. Janë gjëra që varet gjithmonë nga tjetri, pra nuk varet nga ty, siç është skena, që edhe nëse ndodh një e papritur skena teatrit, një e papritur nga partneri, të jetë ti aty që duhet t'ja dalësh. Pra nuk ka kështu e po bëjmë regjistrim. Edhe ti si të pëlqen më shumë, në teatr apo në teatri është jeta ime. Jeta jote teatri. Po. S'ka pikpyetje fare. Çfarë magjie të jep? S'më jep magji, më shëron. Më fuqizon, më bën të është i vetmi vend ose mënyrë ose profesion, nuk di si ta them, që bën që ta gjej Erionën gjithmonë Erionën e vërtet. Vetveten. Do të thënë është. A mendoni se kinematografia shqiptare po kalon një epokë të re të mirë apo ka ende mungesë skenarësh të fortë? Nuk flas dot, se nuk është se jam edhe e përfshirë. Duhet të jesh shumë, domethënë, unë mund të them mendimin tim, por mendimi im kur del nuk kam frikë se keq interpretohet as pak, po duhet të jesh shumë korrekt. Skenare s'është kam lexuar, se unë nuk e di, çdo vit aplikohet dhe fitohet, kështu që ata që i kanë lexuar skenaret e dinë a janë të mira apo jo. Por nga ça prodhohet, krahasimisht, po themi ta marrim me Kosovën, që skenaret janë më të mirë. Edhe këtë nuk e them dot, se varet, filmi është edhe politik deri diku. Edhe kam bindjen që është politik. Pra ku ka hyrë producenti, ku ka hyrë talente ka, ndonjëherë nuk është vetëm skenari ai, po është montazhi, është gjysma e filmit, është muzika, është drejtori fotografisë. Pra nuk jep dot një vendim kështu dhe pikë, pra nuk e marr dot këtë barr. Më vjen shumë keq dhe do doja shumë, sepse kemi aktorë shumë të mirë dhe kemi edhe regjizor të rinj shumë të mirë të filmit, të cilët do doja vërtet i shikoja me nga një film në vit, pse jo, se u bën mirë dhe atyre, po i bën mirë edhe Shqipërisë nga ana kinematografike. Cili ka qenë roli më i vështirë në një film që ke bërë? Edhe pse? Gjitha rolet janë vështira, po nuk mendoj. Era parë në film është një, duke qenë se dhe kanë qenë vitet kur jam diplomuar, unë është 97-2001 dhe kanë qenë vite që nuk ka pasur prodhim kinematografia. Edhe kam pas një rol episodik, po themi, le të themi gati figurante, pastaj ka qenë roli i parë te Letra Ere, që vinim nga shkollë teatri, nuk dija si të sillesha me kamerën, ti e mëson me leksione atë
sigurisht në shkollë, por nuk është se kishim ushtruar, pra kishim bërë një detyrë apo një test apo një provim, siç bëm me teatrin, me fjalën, me monologun, me skenën, me një shfaqje dhe pastaj ti diplomohesh. Kjo ishte një që është edhe i mëson, mendoj që filmi parë të Letra Ere ka qenë ca momente shumë të vështira. Gjithmonë është e vështirë, por ca gjëra, ca klike cilat i kupton rrugës. Për shembull, unë jam shumë e bukur. Ti je yllbata. Ti je shumë e bukur dhe kjo është e vërtet. Kur dal në ekran, por me para aparatit fotografik i cili është statik, unë jam Ato doja të pyesja si ke marrëdhëniet me kamerat. Me kameran, për shembull, tani, okay, ndihem mirë. Ajo drita kuqe. Ndërsa po të më thuash, merr një pozë tani edhe. Të bësh foto. Bëj foto, jam nuk dal asnjëherë, nuk jam rahat. Atëherë unë jam shumë kurioze të di se ti the më vjen mirë që ka regjisor të mirë, aktor të rinj të mirë, bëjnë mirë vendit, Shqipërisë dhe kinematografisë. Atëherë jam shumë kurioze të di, këto artizat, ky brezi i ri një aktorëve, a i zëvendësojnë dot aktorët e vjetër, figurat e vjetra? Unë mendoj uroj të dëgjohem, dhe kjo është kështu dëshirë e imja, që nuk ka krahasim. Nuk duhet nuk mund të krahasohemi me të a vazhdojmë rrugën, a jemi drejt një rruge. Sigurisht bazat janë dhe modeli është ai që ne kemi parë dhe kemi adhuruar, por tjetri që është i ri, nëse ecën në rrugën e atij modeli, atëherë rritet e te kalon, është ndryshe. Pra ne është gabim shumë i madh të krahasojmë. Krahasohet Michael Jackson? Jo. Krahasohet Francis Coppola? Pra, po nuk mund t'i thush për shembull Mario Banushit, i cili në kan na nderoj. Si që ti thuash ati? Ti thuash vetëm faleminderit që je shqiptar? Dhe nuk mund domethënë duhet të mbaroj kjo krahasohem unë edhe me moshataren time, nuk krahasohem dot, sepse ajo ka tjetër karakter, ka tjetër personalitet, e sjell ndryshe një personazh, ndërsa unë e sjell ndryshe. Do me thënë ti je që secili të punoj fort dhe t'japi më të mirën e vetës së tij pa krahasime. S'ka krahasim fare, sepse nuk kur i rrisim fëmijët i themi, dhe është metodologjia e fundit, i rrisim që mos u krahaso me tjetrin, ti me veten. Atëherë pse na duhet patjetër të krahasohemi? Janë gjithë të mirë, gjithë pa zëvendësueshëm. Është një spektator, është një juri, është një bord i cili vendos kur s'bën për atë punë është tjetër që s'bën, por nuk mund të thuash ky është më i mirë se ai. Jo, është komplet ndryshe. Mendimi im. Jo, është e drejtë fakt kjo që thua. Se jemi lodhur shumë kështu me është më i mirë ky, është më i mirë ai, është më i mirë ai. Jo, janë për mua janë gjithë si historia e lojtarëve. Si historia e futbollit. Futbolli luhet me 11, përfshi 11, 12, përfshi portierin. Dhe në momentin që të ikën njëri, del me të kuqe, ngelen 10 lojtar, tremen ata, është më i mirë ai, nuk e dim, por pa atë nuk bëhet. Pra, kështu duhet konceptuar se unë jam shumë e lodhur me këtë krahasimin. Mbetemi me gjithë respektin, absolutisht ndjek rrugën e ikonave që kemi pas dhe do t'i kemi, sa ata janë, ne nuk i fshim dot me gomë, ama ka hapësirë për t'i gjithë, se cili do bëhet ikon në periudhën dhe në kohën e vetë. Tani do kalojmë pak. Unë zefa. Jo, qetëso. Jo, bëra çka. Si është të ndërtosh një familje kur të dy prindrit janë figura publike dhe pjesë e botës së artit? E vështirë është. Çfarë ka më shumë të vështirë? Ka më të vështirë, domethënë, ka qasje në publik. Pra, nuk e privatësinë që do dohet kishe si një familje normale. Pra në momentin që ke shkuar 2 ditë në pushime apo nuk bën dot një piknik normal. Ose te kafja, nuk sillesh dot normal. Nuk flas për veten se un jam më pak e njohur
teatri e ka këtë, ndërsa televizioni e ka këtë magjin që je më shumë i ekspozuar dhe ka famën më të shpejt. Më të shpejt. Kështu që është Salzano ai që e po themi shumtuar do ta them, po që e ha barrën ose mban barrën në këtë pjesë që nuk është do të siç është në shtëpi për shembull, nuk është do të 100% në plazh, në publik. Jam munduar ose jemi munduar se nuk e thash mirë. Jemi munduar shumë që edhe gocave kur dalin për shembull që bën foto, mund të bëj një foto me ty, dhe në fillimet se tani janë më të rritura dhe kuptojnë, po në fillimet kur ishin të vogla ishin kështu që qa po ndodh me babi ose shokët që i flasin, i flisnin me të folur dhe uroj që ta kenë gjithë jetën këtë gjë. Ai është babai dhe unë jam mamaja dhe fama është për dikë tjetër, jo për ato. Domethënë ne jemi prindrit e tyre. Si e mbroni privatësinë në shtëpisë tuaj nga vëmendja e tepërt të medjave dhe portaleve? Nuk shfaqemi. Po, si ja bën njëri në shtëpi? Dalim aty te lagja, kush do më na gjet? Pa aty nuk ruhemi se nuk e ka Shqipëria që të gjëmojnë çapo bën me aparat me komshinjt, njerëzit e lagjës. Me komshit i kemi, e di, lagja jonë është bërë si një oborr i madh, kur kemi komshi shumë të mirë. Dhe kalojmë shumë mirë, dhe ajo qa doja ta theksoja është që jemi ende ata komshin që kur më kam mbaruar për shumë kosi dhe doja s'pogjeja farë kosi dhe me dia që mami im ishte në gjumë dhe doja i prisha gjumin, i shkujta një komshies që e dia që ishte zgjuar edhe më dha një filxhan kosë. Që s'ka privatësi aty fare, është një oborr i madh shtëpie. Po, jemi shumë rehat aty. Cila është shtylla kryesore që e mban familjen tuaj të fortë dhe të konsoliduar pas kaq shumë vitesh bashkëjetesë? Komunikimi. Domethënë folura gjithçkaje, sigurisht është një gjë që s'ka mbaruar ndjenja, është reciproke, respekti po, por komunikimi për gjëra që ndodhin që kur ti hesht ajo bëhet shumë e madhe. Ndërsa kur e thua mërzitesh në fillim, por ndërkohë ka kaluar, ka zgjidhje. Ndërsa kur e mban që se do me kuptoj se ku ja kisha llafin, kjo edhe me shoqërinë nuk ndodh. Është më mirë ta thuash një gjë, kjo s'm pëlqeu. A e ke bërë këtë gjë se ke bërë, se sot po mërzitemi vetëm se më ka thënë filani që ke thënë diçka dhe janë prishur shoqëri shumë të forta me këtë gjë. Kështu që kjo gjëja, të paktën këtë gjën, ne botën jashtë nuk e kontrollojmë dot, por njëri tjetrin e kemi kontrollu dhe jam munduar dhe jemi munduar që edhe me vajzat të kemi këtë thuaje çfarë të shqetëson. Është e mirë, është e keqe, do ta zgjidhim rrugës. Ndryshe, po nuk fole, nuk të merr vesh njëri. Si ndikojnë prindit tua dhe të Salzanos në mbështetjen e përditshme të familjes tuaj? Të Salzanos për fat keq kanë ndruar jetë dhe na drejtojnë. Humorizi quhet kë. Ata të dy kanë qenë shumë të mrekullueshëm për aq kosa, për aq vite, edhe nuk ishte pak vite që i njoha dhe i shijova dhe më shijuan. Ata vetëm nuk na kanë parë shumë me kalamaj, por mamaja për shembull do them një gjë. Mamaja e Salzanos, një porosi që më dha mua një herë ishte që ka momente që është shumë nevrik. Kështu që kur arrin atë nervin, ti vetëm mos fol, derisa ti bjen vet. Ke zbatuar ti? Ja ke marrë përballë këshillën? Po sigurisht. Por asaj i thash që ti se di sa nevrike jam. Në qeshi. Ndërsa babai ishte kështu, bab, mos u bëj xheloze se do ketë shumë role, do ketë kolege. Edhe unë ja bëja jo, hiç mos ki merak fare, domethënë se kam atë gjë.
Ndërsa nga Ktenga, unë duan Salcanon më shumë se mua. Që ka gjë e mirë, kjo është e mirë. Se duan shumë, po, se për Po edhe për Salcanon. ty. Po edhe për mua jam rahat, merren me atë, s'merren fare me mua. Ku ka më mirë se të ta respektojnë dhe të ta duan. Patjetër, e bën veten vetaj në fakt, po. Po, me që të ka thënë babai i Salsanos që mos u bëj xheloze. Si ke qenë fillimet e tua? Se mbasi tani nuk je më xheloze, je mësuar. Jo, është merit e Salcanos. Nuk është ndjenjë që nuk e kam provuar ndjenjën e xhelozisë. Kur? Po kur? Tash mos e bëj kështu se u bëm gati bëjmë 21 vite bashk. Ka pas stomak fasule që ka lëvizur se po jo kështu që xhelozia e sëmur për shembull ose është ai, është qetësia, siguria që t'jep partneri ai që të bën ty të jesh e qetë. Tani jam shumë kurioze të di në shtëpinë tuaj. A flitet për punën, për artin, apo e leni kur futeni në shtëpi e leni punën? Ja, flitet, edhe për punë, edhe për art, edhe për futboll, dhe për muzikë, dhe për gatim, dhe për lavatrice, për të gjitha. Dhe për balkonin lulet që duhet u iten. Flitet për art patjetër, sidomos kur jemi në proces pune, krijimi ose sikleti. Unë me teatrin, ai ka pas këtë periudhë ka pas goxha të ngarkuar se ka xhiruar një film, ndërkohë fillon turneu. Flitet. Arti është ai që, si ka thënë Churchill, fitoja luftra, vetëm një trup teatrit kisha. Cilat janë vlerat më të rëndësishme që do t'u transmetosh vajzave tua? Të mos gënjejnë kur, të përpiqen të sillen me të tjerët ashtu siç do donin ato të silleshin ata me to. Kjo është për mua është gjë më e vështirë. Është shumë e thjesht për ta thënë, por është në teori, po në praktik është gjë më e vështirë që mund të bëjë një qenie njerëzore, që të sillet me tjetrin ashtu siç do donte tjetri të sillesh me të. Tani, jepi. Dua të kaloj pak tek ndarja e roleve dhe menaxhimi i shtëpisë. Atëherë me dy karriera kaq intensive, si funksionon ndarja konkrete e punëve të shtëpisë mes teje dhe Salsanos? E gjitha punëve të shtëpisë po thua? Të Gjithçka. Pazari. Okej, pazaret, shumicën e pazarave e bën Salcano. Kur është gati për të ardhur në shtëpi, thotë ç'a mungon, unë shkruaj listën, ai e bën. Këto 2-3 vitet e fundit ka filluar shumë të gatuaj dhe i pëlqen shumë. Ato doja të pyesja. Kush gatuan më mirë nga ju të dy? Dhe më parë kam pas gatuar unë shumë mirë. Tani nuk e di çam ka gjetë, po i bëj skandal. Dhe është ai makalon, e qan pilafin, po jo vetëm pilafin, ai ka filluar të shohë dhe receta kështu në internet edhe ja gjen dhe ku ja gjen dhe me masën e dur dhe po e bën një gjë, në fakt një gjë që e bën me dashuri është gjithmonë shkon mirë. Kështu që i ka filluar një pasion gatimin. Për gatimin. Ndërsa për menaxhimin e gocave unë jam pak më e lirë. Ka momente që jam shumë më e lirë se ai. Dhe jam unë ajo që i çoj në kurse ose në shkollë ose i marr ose për të bërë detyra, është mami im, pastaj në ndim. Pas thjesht me menaxhime, alo. Alo. Po mirë, alo. Je apo si je? Kush merret më shumë me menaxhimin e financave dhe pagesave të shtëpisë? Ai. Tani në bazë të ardhurave që vinë, i bashkojmë. Se një herë kam unë një projekt dhe janë më të larta të ardhurat e mia
ndërsa ka Salzano. I bashkojmë, mbarojmë detyrimet edhe vazhdojmë me pjesën tjetër të mbetur. Kur vjen puna te disiplina e fëmijëve, kush është polici apo policia më e mirë? Unë jam. Ti? Unë jam polici i mirë, i keq. Salzano është ai që loz më shumë me to dhe me thënë drejtën më vjen pak i nat, por nuk e ka me Salzano në natin, e ka me faktin, me jetën që nëna ka detyrë të edukoj. Dhe shoqjet e mia i kanë shumë të rritura vajzat kur kanë gati 20, 20 ose djemt 24, 27 dhe kur kam jetuar me to i kam po themi rritur ose jam rritur dhe unë me to, kam lozur shumë. Dhe nuk më del koha të loz me vajzat. Dhe kjo më nxe, më mërzit, se kam tjetër detyrë. Pra kam detyrë ta edukoj, ta mësoj, ta kufizoj, ti tregoj kufit, ti tregoj drejtat. Ne kam një rebelizëm ndaj kësaj gjës që nuk e shijoj dot. Dhe dikush tjetër, për shembull, nuk është për Salzano në këtë rast, po Tezja ose Xhaja ose kushurin mund të lozin më shumë ose gjyshrit se sa vet prindrit. Po kjo është jeta. Prandaj kuptojmë tani gjyshrit që na kanë edukuar dhe kanë bërë të njëjtin gjë që po bëjmë ne me fëmijët dhe ata tani shijojnë një përmbesa. Kjo është ajo. Ai ajo mamaja strikte? Po ku di unë, ndonjëherë e bëj veten fajtore. Edhe jam, nuk mendoj që jam. Po çfarë mund të jesh? Po mundohem shumë të jem një mama që edhe uroj shumë që ato të kujtojnë gjërat më të bukura, por ka momente që ngarkesat e ditës ose të jetës ndikojnë dhe njeriu më i dashur i ha dhe në këtë rast ja fëmia që ti i thua jo për një gjë që krejt lehtësisht mund t'i thojë edhe po dhe s'ka asnjë gjë. Dhe këto janë ato pengjet që kam më shumë se sa një po që ke thënë është po ose një jo, duhet ta mbash jo, se u bën mirë atyre, nuk është se. Por kjo gjëja që mund t'i thoj edhe çat keq që ka se ja po loste ose çat keq ka se mori dhe një akullore. Për shembull, po jo se të ka kap ai nati. Po. Të duket sikur të vënë në lojë se ke tjera mërzitje nga jashtë që ndikojnë, do ndikojnë tek ty. Patjetër. Keni folur hapur për betejën dhe vështirësitë e lindjes së parakoshme. Si e kujtoni atë periudhë ankthi? Tani e kujtoj si një histori e cila më ka bërë më të fortë. Pra kur i kthehem nuk kam si e shëruar klinikisht, psikologjikisht. Pra sa më shumë e kam thënë, aq më shumë jam shëruar. Është thjesht vetëm forcë më jep sa herë kujtoj, nuk kam asnjë kështu. Domethënë, e lumtur që e kalova pozitivisht, sigurisht, patjetër, se gjithmonë e mendon atë që po sigurt kishte ndodhur më e keqja. Gjithmonë është ajo, po sikur. Po është ajo. Është e pashmangshme. Po është e pashmangshme, se e mira e keqja janë aty bashk, nuk ka. Si ndikoi ajo periudhë sfiduese në përvojën e prindërimit për ju dhe Salzanon? Periudhë më sfiduese? Janë këta që i kanë kaluar këtë periudhën dhe na thonë prit. Kjo fjala prit, prit se s'ke parë gjë akoma, kjo më shqetëson shumë se them o Zot ç'a do pres, ku ndërkohë për shfaz kaluese për secili ka mënyrën e vet, individualitetin e tij. Mos bëjmë individual. Uh-huh. Unë jam shumë kurioze të di për emrat e vajzave, si ju erdhi kjo ide për këtë emra kaq të bukur që i keni vendos? Po. Margi dhe Margi. E para, Amal e dyta. Margi isha shumë e bindur që e doja një emër unisex. Edhe për shkak të jetës përpara.
Ishte ime motor e cila se nga që jetoj shumë gjatë në inkubator edhe e takoja nga xhami dhe gjithmonë çdo emër që mendonim ose gjenim shkoja edhe e kisha një kat më sipër dhomën e kur rinte Margi edhe shkoja edhe thrisja dhe një natë ishte motra ime Mikela e madhja që thoshte Margot, ajo e kisha shumë qef një Margot, mos e gaboj, që është alpiniste, shumë e njohur, dhe ideja e luftarakes. Margaritar, Margot, Margot, Margi, më tha mua, Margi, thash okej. Edhe me vrap të shkallët unë dhe Margi, vetëm theu kokën. Edhe unë vetëm e shkruajta. Do më thënë, Po. ja vuri tezja, po themi emrin. Ndërsa Amal është mami im, e kishte shumë fiksim me Amal Klunin dhe e ka për klasin që ka ajo, për mençurinë që ka ajo si grua. Dhe thoshte do më pëlqente dhe ku qelloj dhe nuk e di për inteligjencën se është ende e vogël, po për finesën Është fine. i ngjan shumë, sikur ka mamin Amali, jo mua. Dhe ka dhe një, duke qenë se jemi verior të dy, Amal ka një kuptim ashtë mal. Amal, po. Kështu që Amal, po. në ri, edhe kjo është zgjedhja. Çfarë marrëdhënie kanë të dy motrat me njëra tjetrën? A janë xheloze për njëra tjetrën, Po zihen? kanë atë, si çdo motër që ose fëmijë në këtë moshje, po krijojnë kufit e tyre, po krijojnë karakterin, se janë 10 e gjys me 8 e gjys, kështu që ajo që më pëlqen shumë është që kur ndodh ndonjëherë që njëra rri për shembull me mamin tim ose me Salsanon dhe tjetra është me mua për arsye dentisti ose çfarë do lloj arsye, se jam përpjekur shumë të mos t'i ndaj të dyja, pra kudo i ka marrë bashk, e ndjej shumë mungesën e njëra tjetrës. Nërsa kështu është normale, si çdo fëmijë që ka ato. Duke që janë të vogla. Ta, janë të vogla, nuk. Po jo, janë kështu të vogla, po janë si shoqe. Se 2 vite diferencë me njëra tjetrën? Po uroj shumë që ta Po është gjëja më e mirë që. që ta uroj Si shumë motra që ta motra. kenë ato marrëdhënie. Nuk është e thënë se kemi të njohur që nuk shkojnë 2 motra me njëra tjetrën, varet nga karakteri, nuk e di, Ose mënyra e varet nga rritjes. fryma si janë rrit. Ose shoqëria pastaj sa do ndikoj, në çfarë grupi do ndahen, a do jenë prapë bashkë, për shembull siç kam qenë unë me motra që kemi pas pothuajse edhe shoqërinë, i kemi prezantuar shoqëritë e njëra tjetrës dhe kanë s'kan dash, ose kemi dash, kemi dejt bashkë dhe kjo na ka bërë edhe më mirë. Uroj me shpirt, uroj ta jetojnë atë, se nuk ka si motra, them unë. Sigurisht nuk ka si vllai për atë Po, që si e motra ka, me po motra nuk ka si Tani, gjaku. të gjithë familjet shqiptare janë, për shembull, unë jam goca babit. Gocat e si i ndani gocat. Gocat e janë të Dashuria dyja të është babit. të babit të dyja. Po, janë të dyja, po duken, domethënë dhe të vogla e kanë. Unë mendoj që e ka qëndisur Freudi këtë, nuk e them dot unë. Është dhe mënyrën sa herë me të dyja ka ndodhur kjo. Hynte Salsano në shtëpi, ato kishin një tjetër, ndryshonte shikimi. Ime motër e vogla ka mbas vajzës ka bërë djalë dhe unë e pyeta, i thash o motër, ka ndryshim për shembull që Hana shef Dorin për tjatin dhe Danieli ty totalisht. Pra, unë se kam të provuar, por si më thënë i mora mendim. Duket ka një mpirje, do më thënë këto ma gjepseshin kur hynte Salsano dhe tani është. O ma, erdhe, do më thënë erdi zysha.
Ndërsa babi nuk besoj t'ju përtasë nuk e vë në diskutim dashurinë, pra nuk ka diskutohet. Se mos keq kuptohemi, por është një reagim, është një çelësi vogël. Po, gjithsesi baballarët janë më ndryshe, janë më sta prishin ndonjëherë, ndërsa mamat janë pak më. Po gocat janë. Edhe baballarët ndryshojnë shumë në marrëdhënie me gocat sa me çunat. Janë më të brisht, po. Tani, jepi. nuk dua ta mbyll këtë, pa folur pak për marrëdhënien. Jo, nuk duhet akoma se du të më flasësh të pak për marrëdhënien tënde me Selsanon. Ju keni 15 vite, a më shumë që jeni? Më shumë, 20, 21. 21. Po, që në 2005, 21. Okej, që në 2005. Cila ka qenë shkëndija e parë? Sirat, a keni rënë, jeni nga ato persona që keni rënë dashuri me shikim të parë? Nuk e di për Selsanon, do të flasë ai. Po ti? Jo. Jo? Tash do më thosh po? Jo. Si ndodhi? Dhe nuk e mendoja, është mjeshtria e tij, nuk e mendoja kur. Do të thënë, ai pati dhe për mua që mendoj që është dhe ky pjesë e çelës, pjesë e suksesit të marrëdhënies, është që është një shok shumë i mirë. Dhe u krijua si shok, dhe kisha vërtet një shok shumë të mirë. Pastaj e bëri ai provokimin dhe unë rash. Po rash do biesh. I kujton me nostalgji momentet e para ose takimet e para. Po sigurisht janë ato janë shtyllat që mbajnë gjallë marrëdhënien. Të gjithën. Patjetër me nostalgji. Do të kthehesh edhe një herë atje, po s'ka kthim mbas. Si është të kesh një nga aktorët më të njohur të humorit? Ka të qeshura gjithkohës në shtëpi? Ka, se ne shikojmë vetëm anën e aktorit të humorit, qeshim. Ka. Unë nuk e di se si janë, se ne kemi për fat shumë aktorë të mirë të humorit. Po di të them që ka shumë gallat në shtëpinë tonë. Sikundër se kur është ndonjëherë situata shumë serioze, do më thënë, është vërtet shumë serioze sa sta merr mendja, por kur bëhet Selsanon për shembull shumë serioz, dhe unë jam shumë e qetë, mu më kape qeshura. Nuk është një gjë që nuk e rregullova asnjëherë, dhe ai vazhdon të nxehet me këtë gjë që unë vazhdoj qesh kur bëhet me nerva. Si zgjidhni mosmarrveshjet tuaja? Kush e bën hapin i parë drejt pajtimit apo qetësimit të situatës? Në fillim, se këtu është treguar pak i poshtër. Në fillim ka qenë ai që e bën të hapin e parë. Dhe tani e bën ti. E bëj unë. Kam qenë më baja më shumë inat, baja më shumë që thua o zot, si. Ndërsa tani jam me këtë që, kalon shpejt, s'ka nevojë për inat, është diçka që e thua mos e bëj më, ose ku di unë, ndodhi ose më fal, e bëra, edhe në fund s'ka asgjë të keqe. Dhe s'ka, po. Domethënë, jam rritur te kjo pjesa. Keni luajtur së bashku në skenë. Po. Si është raporti juaj si koleg krahasuar me raportin si partner në jetë? Do preferoja të vazhdonim si partner në jetë. Po, unë nuk e di me kolegët e vetë se si e ka, po. Se me ty si ishta? Është kontrollues shumë, është shumë. Edhe ty nuk të pëlqen kur është kështu kontrollues? Po, nuk di të ta them se mund, domethënë nuk është se t'ja vë vetëm fajin atij. Është edhe unë që shoh me mënyrën pra unë ja jap. Është e çuditshme si ti mendon që e ke syri kritikësh ai edhe po që e beson aq shumë sa ja jep, pastaj këtej do kritikën, këtej nuk të pëlqen ose të pëlqen, po nuk është momenti i dur kur ta ka bërë kritikën edhe po për te shakas, domethënë, janë dy gjëra komplet ndryshe, nuk ka lidhje, domethënë, nga Selsanon kam mësuar që edhe sado shok apo mik apo
të dashur në ato kohë kur kemi qenë që kemi punuar në skenë, i ndante shumë mirë dhe ndan shumë mirë profesionalizmin, pra jemi shumë koleg në punë dhe s'ka lidhje fare që jemi burrë grua apo partner në. Salsani ju ka cilësuar shpesh si gruaja e ëndrave. Si ndihesh kur i dëgjon këto deklarata? Ne të dy e kemi ndërtuar marrëdhënien në bazë të mos daljes shumë publike dhe të kësaj shoqërosjes, me gjithë respektin që secili e bën vetë, si e do, pa gjyku dhe para gjyku, por nuk më pëlqen fare ai që e vërtet një gjë më duket sikur nuk është e vërtet. Ose mund të jem unë ky njeriu, mund të jetë ai, ose jemi të dy, kjo ka ardhur krejt natyrshëm. Ja, është aq personale kjo gjëja. Ndihem shumë mirë kur thot, po ndonjëherë kam kështu si jam si e trembur. Më mirë ta mbaj për vete se sa ta bërtasi këtë gjë, se të ta thot vetëm është më mirë të thuhet me veprime se sa me fjalë. Edhe për mbyllje, si do e përshkruaje Salsanon vetëm me 3 fjalë? Me 3 fjalë? Duhet të ndërtojmë fjali apo 3 fjalë veç e veç? Okej. Me 3 fjalë. Shumë i mirë, është i mirë shumë. Është i mirë në thelb, është në shpirt i mirë. Si bën keq asnjë mize. Artist, i lindur. Edhe ti fjalën tjetër, mund ta përshkruaj. I përmbush këto të dyja, por edhe si prind krahasuar. Po themi, po se artist, por jo fjalën artist, po qytetar. Qytetar. Okej, do ta them të mamit tim me shprehjen e time më. Është Sojli, është soj i mirë, është racë e mirë. Po ta e shëmtova gjithën atë që sa po thash, po është i mirë. Po vetëm tënde me 3 fjalë. Unë jam e pazëvendësueshme o goc. Dihet ajo. Jo, nuk më pëlqen kjo. Për vetëm tënde. Ja. Nuk e po shkruan fare. Fare. Është dikush tjetër që të vlerëson mua. Po. Tashmë të kemi vlerësuar, të kam vlerësuar të gjithë për ato që edhe unë kisha kënaqësinë që ishe sot në studio me mua. Edhe unë. Dhe shumë faleminderit që erdha. Faleminderit ty dhe u kënaqa, vërtet u kënaqa.